lista serbe, unë e konsideroj që në ato forma që lëvizja vetëvendose ka pas mundësi për tentuar për të bërë ndaljen e saj, e ka provuar. Ne nuk mund të prejudikojmë tani vendimin e BSAP-it se si do të jetë, e dim atë paraprak, por nuk e dim a do të jetë i ngjashëm, edhe nuk e di a do të vazhdohet pastaj edhe çohet tutje, sepse unë e konsideroj që edhe po t'i drejtohen gjykatës kushtetuese, gjasat që të kthehet lista serbe do duhet të ishin të vogla për arsye se ne dim që e kemi diskutuar disa herë s'po i kthejmë, po ata qoftë edhe emrit kushtetues të Republikës të Kosovës nuk i drejtohen në emrin kushtetues të Republikës të Kosovës dhe rrjedhimisht bie ndesh me Kushtetutën e Republikës të Kosovës. Prandaj nuk e di pse duhet me pas dilema rreth asaj se a duhet certifikohet ose jo. Apo në një ndërhyrje të se harrova se po tash me kritiku pak Britaninë e Madhe dhe Amerikën. Jo, ne konsideroj që reagime janë diplomatike, pritet për tyre të reagojnë, por megjithatë nëse vendoset ligjërisht që kjo listë është antishtetrore, kundër interesit vendit, atëherë edhe miqtanë do të duhet të obligohen që të respektojnë vendimet e gjykatave. Për të vullnetit politik të disa subjekteve politike. Matoshi, a bën,